në çdo rekat që e themi, Allahu subhanahu wa taala na ka bërë obligim që ta themi pra surën Fatiha, surën e parë të Kur'anit famlar. Dhe në këtë surë është një ajet që thot ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Dhe jo rastësisht Allahu e kërkon prej neve që këtë ta themi në çdo rekat, sepse kemi nevojë që të kemi udhëzim prej tij në çdo moment. Po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që t'i bëjmë disa dua. Prej lutjeve që i bënte shpesh pejgamberi alayhis salam dhe që e ka mësuar umetin e tij që t'i bëjnë ato, është edhe thënia e tij: ja mukallibal kulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, do me thonë Allahu i lartësuar, sepse zemrat tona janë dorë të Allahut subhanahu wa taala. O ti që i rrotullon zemrat, ma përforco zemrën time në fen tënde. Ma përforco zemrën time në fen tënde, sepse njeriu ka nevojë që të ketë përforcim prej Allahut subhanahu wa taala. Ka nevojë që të ketë përforcim prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet që ta lutë Allahun subhanahu wa taala për çdo çështje të tij. Transmetohet se disa prej muslimanëve të parë kanë thënë, unë e kam zakon që ta luti Allahun edhe për nevojat më të thjeshta. Ne për fat keq shumë pak ja dim vlerën lutjes drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Lutja është arma më e fuqishme e besimtarit. Lutja është arma më e fuqishme e besimtarit. Andaj, siç ka bërë dua pejgamberi alayhis salam, i cili ka qenë pejgamberi i Allahut, po edhe pejgamberët tjerë. Ibrahimi alayhis salam ka lutë Allahun që ta mbrojë atë nga adhurimi i idhujve dhe pasardhësit e tij. Dhe ka lutë Allahun subhanahu wa taala që ta bëj prej atyre që falin namaz. Ibrahimi alayhis salam, po edhe pejgamberët tjerë, të gjithë ata e kanë lutë Allahun subhanahu wa taala, sepse njeriu pa e lutë Allahun e lartësuar dhe pa ndihmën e tij nuk ka mundësi që ta bëj asnjë hap më të vogël, e le më që të jetë i qëndrueshëm gjatë tërë jetës në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam në një prej duave të tij thoshte: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. O Zoti im, ma mundësoj që ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe ma mundësoj që ta pasoj atë. Ma mundësoj që ta shoh se cila është e vërtetë. Shumë prej njerëzve mendojnë se diçka është e vërtetë, mirë po nuk është e vërtetë. Shumë prej njerëzve mendojnë se diçka është e vërtetë, mirë po nuk është e vërtetë. Warzuqni ittiba'ahu, dhe ma mundësoj që ta pasoj atë, sepse shumë prej njerëzve e dinë të vërtetën, mirë po nuk e pasojnë atë. Nuk e pasojnë atë. Nuk mjafton vetëm ta dish, por duhet edhe që ta praktikosh. Pastaj thot: wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Dhe na e mundsoj që ta shohim të kotën si të kotë dhe na bën ta kemi nasip apo ta kemi risk që të largohemi prej të kotës.